atyre që cënohen. Dhe kush janë ata që cënohen? Janë partitë politike. Partitë politike e ka pranuar Tagrin. E ka pranuar dekretin. Se e pranon ato, po ka shkuar kryetari të cënohet. Ligji është ai që bën politikën, nuk je ti dhe unë. Ligji nuk ka dhënë të drejtën. Ty ankimosh gjë të tillë. Ja ka dhënë partitë politike. Partitë politike nuk ankimojnë. Pse? Se janë dakord. Ka që thjesht është. Po pse se janë dakord ato? Janë dakord ato. Ne ka dhënë ligji atyre më bashkie. Por edhe je prandaj ka dhënë ligji atyre. Prandaj ka dhënë ligji tyre. Ato e pranojnë zgjidhje politike. Edhe një herë, ato e pranojnë zgjidhje politike. Çdo debat që ti bën është i tepërt të Ata mund të pranojnë sepse kanë interesa politike. Dhe unë kur nisa thashë aty përballë, unë nuk do të shoh ata dy. Në ka duhet dhe Berisha. Nuk e kanë sepse të gjithë së bashku kanë vendosur zgjedhje në Atëherë, ku cënua sovraniteti pushtet lokal kur të gjithë janë dakord që të bëhet kjo zgjidhje politike? Janë dakord edhe duhet të zgjidhet një kryetar të zgjedhur me 160.000 vota të qytetarëve. Sepse kuptosh vullnetin politik. Ta janë më shumë se 160.000 qytetarë. Një shoqëri demokratike vullneti politik zotëri. Si vullneti politik? Ju jeni në një detyrë që ju kanë zgjedhur. Ju ka zgjedhur populli me 160 vota, dhe të mblidhen 3 kryetarë të partive. Po vazhdojmë ne. Po vazhdojmë debatin, jo se po e sofistikon bisedën. Të ka zgjedhur po ushtron, sepse po i dashur po ushtron pushtetin? Si po ushtron pushtetin? Aty që ka zgjedhur populli, po ushtron në këtë moment. Po ushtron. Ore po ushtron. Ka deleguar një zotëri nuk po ushtron. Ka deleguar një kryetar. Ka deleguar një kryetar. Duhet jemi më realistë nga akademik. Pastaj kemi edhe profesorin. Kryetari i Bashkisë sot Tiranës po bën 10 muaj që nuk ushtron pushtetin. Si nuk po ushtron? Po nuk ushtron. Dhe kjo ka prodhuar një krizë institucionale në Tiranë. Dhe është detyrë politikës që këtë krizë institucionale ta zgjidhë zotni. Ta zgjidhë këtë krizë. Se nuk mund të alesh Tiranën për kolapse ligjore, se është kolaps ligjor ky. Duke qenë që është precedenti i parë, ne nuk dim si ta zgjidhim ligjin. Jo, nuk është kolaps ligjor. Politika prandaj taktive. Politika prandaj gjithmonë lëvizje. Që kur prodhoi kriza, që ta dish ti, kriza më e madhe në Shqipëri ka qenë në 97-ta. Më e madhe në Shqipëri. Dhe me kushtetut, ne do ta mbanim vendin në luftë. Bëri politika, duhet ta dish. U bë një tavolinë e madhe, ku u mblodhin gjithë grupet politike dhe bën zgjidhje politike në kundërshtim me kushtetutën. Pse? Sepse presidenti zgjidhje situatës i jep prevalencë politikës. Profesor, siguria i mjafton në një sistem demokratik. Ju keni interesin publik, jo kel kushtetuta. Nuk e vendosi kustetutën. Sot gjithë çështja është gjykatë kushtetuese. Nëse gjykata kushtetuese, nesër merr vendim gjykata kushtetuese. Se ti thua është kele kushtetuese. Si interpretoni neni? Nuk e interpretoj fare. Pse nuk e interpretoj? Çështja ka vënë. Po sot një dhe një herë, çive. Si jeni për një dashur dhe një herë. Për sa kohë që po duroj një herë, se mos fol si e interpretoj unë. Nuk kam takur unë ta interpretoj siç dhe ti nuk ke. Ne jemi në një diskutim. Nuk ke. Gjë, tani mos ti gjoj tani. Çështja në këtë moment. Po duroj. Po duroj t'jap shpjegim o zot, t'jap shpjegim. Po jep shpjegim. Në këtë moment që flasim, çështja me ankimimin e Erion Velis gjykatë kushtetuese, i vetmi që ka tagër ta interpretoj kushtetuesën dhe t'i jap ose jo të drejtë gjykatë kushtetuese. Jemi në këtë fazë. Çfarë diskutojmë ne dy këtu? Si ka diskutuar? Po çfarë diskutojmë? Gjykata kushtetuese ne. Gjykata kushtetuese ka do t'japim më në gjykatë kushtetuese. Profesor, gjykata kushtetuese e ka zgjidhur këtë me raste të ngjashme. Kur e ka? Ore e zgjidh me vendim çdo dal tani nga vendimi. Gjykata kushtetuese është aktive konkrete në këtë rast i thua ka një për një drejtë ka vetëm të kufizim. Ka ankimim në gjykatë kushtetuese me vendim për ankimimin. Kemi dy precedent. Çfarë po ankimimi? Ankimimi është finale në momentin që po finale pra të po presim tani finale.